Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku tavë kosi me mish qingji. Fillojmë me përgatitjen e mishit. Marrim një tenxhere. Është 1 kg mish. Do të hedhim 1 litër e gjys ujë. Do të vëjmë edhe 2 thelba hudhër që të japë shije mishit, edhe 1 lugë krip. I vëmë kapakun dhe lëm që të zijë mishi. Mishi është zier, edhe do t'i hedhim 1 filxhan të vogël oriz që të valojë për 5 minuta. Fillojmë me përgatitjen e kosit. Marrim 3 vezë. Fitonim vezët. Do të hedhim 700 gram kos. Jetonim vezët e kosin së bashku. Hedhim pak krip. Edhe pak piper. Një lugë, jo plot, një lugë miell. I hedhim lugën e miellit që mos të pritet kosi. Mishi është gati, është zier edhe orizi, edhe do ta heqim në një anë. Dhe tani do të përgatisim salcën. Një lugë gjatë. Do të hedhim edhe pak vaj ulliri, 2 lugë vaj ulliri. Dhe do të skuqim 2 lugë miell. Edhe do t'i hedhim pak nga lem. Do ta përzijim. E përzijim derisa të trashë. Marrim tepsinë. Edhe shtrojmë mishin në tepsi. E lëm tepsin pak në një anë. Dhe tani do t'i përzijmë krejt salcës së bashku. Do t'hedh pak nga lëngu i mishit tu ku është kosi. Hedhim pak nga pak që mos pritet kosi. Do ta përzijim kosin bashkë me salcën.
Do t'i hedhim pak gjalp. Tava e kosit është gati për në forn. Do t'a pjekim në 220 gradë për 20 minuta. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot. Shihemi në videon tjetër.